Apartamenti nga pallati tek në presidencë. Çdo mëngjes sheshi Skënderbeg së paku kishte me qindra të papunë, të ri të papunë. Po. Sepse Ramiz Alia para se tikte dekretoi bëri dekretin 80%, do me thënë, të gjithë u jepte 80% dhe askush s'punon të më. Si e merrshin kështu asistencë? Si e mirnin si rrogë, me 10 mijëra punëtor, me 10 mijëra të normalive të mëdha, të cilat ishin që të gjitha jashtë çdo lloj kushti teknologjik. Dhe këta tani, dhe Sali Berisha president me fuqi ekzekutive, kishte gjithsejt në bankën e shtetit $4 milion të lënë nga regjimi rezervë shtetërore. U prekë rezervat e shtetit. Rezerva shtetërore e Shqipërisë ishte $4 milion. Dhe pastaj në me $4 milion duhet u jepje përgjigje. Po, në çfarë viti kishte kjo, doktor? Ishte viti 92. 92-shin. Dhe këto ishin muajt e vështirësisë më të madhe. Ai vit u kalua nëpërmjet disa privatizimeve të shpejta, për shembull, për t'u dhënë qytetarëve diçka, të kenë diçka në dorë nga sistemi i ri. Bëm privatizim në apartamenteve dhe me një skem të shkëlqyer me ndihmën e një eksperti të madh amerikan, shumë të shquar, ne ja dolëm në 8 muaj të privatizojmë 220.000 apartamente. Edhe unë kam pas një apartament nga këto. Njerëzit i morën. I paguan nga $100, nga me fjalë një shumë simbolike. Se i kishim me qirana atëre. Maksimumi $300-350 shkoi më i shtrejti. Por gradualisht filloi tregu i tyre. Filloi të gjenerojnë të ardhura, fillon të lehtësohen dhe u ndjen se kanë diçka, janë ditë të përfillur, nuk janë vetëm se me qiellin, mbi kokë. Pastaj morën diçka në dorë, domethënë, që ta kishin pronë të vetën. Po, doktor, unë me thënë drejtën desha me të pyet për këtë kohën. Po se raport me shok do të tregoj edhe këtë ta mbyll. Okej, në fakt. I mlodha një ditë shokut. Po. Po për fat keq kisha humbur sensin e paras re me paras vjetër. Ashtu. Dhe kamarierin e pagova me të vjetrat duke besuar se po e paguja me treja. Si është kjo histori? Shkova në shtëpi, tham Lilit kjo kështu, se gjithmonë do të maja para në xhep. Po. E kisha ligj këtë unë. Nuk pavarësisht se ashtu. Po se shiko, këta nuk e dinë si është ajo historia. Dhe i them kështu, po mjep tjera. Çfarë tha? Ti as ke paguar çerekun, një vjetën asaj që duhet tipje. Ja shumë paret mbrapa. Jo, po si ishte historia, doktor, si ti e the fundi, po këta nuk e dinë. Ishit në një vend që po... Jo, i ftova shok për një kafe. Për kafe? U bëra president, i ftova shok për një kafe. Po. Dhe kur pagova, gabova. Erdhi fatura, sa ishte fatura, doktor? Po. Ai mori parat, unë biles i thash, tani edhe mos më kthe kusur. Duket se e diu këtë, ke pagu 5.000 lek për 100.000 lek. Doktor, me që po flasim për këtë kohën e atëhershme, atë merr mallin ndonjëherë për Fatos Nanon? Për? Fatos Nanon. Se mund ndonjëherë... Nuk kam patur miqësi me Fatos Nanon. E kam njohur. Jo, kam fjalën për kohën e Fatosit, ajo kohë, si ka qenë koha Fatosit. Për mua ishte betej. Për ca tjerë ka qenë, thonë ca që ka qenë leku sheshit. Për mua ishte betej. Unë kam qenë në opozit, dhe ajo ishte një betej. Kohë beteje. Nuk të merr malli për atë kohë? Jo. Po, doktor, emisioni im me Edi Ramën e ke parë që si duhet duk? Apo nuk e shef tjetër? Ermal, rastisht, po sa po doli, kalova në kanal tjetër. Rastisht! Nuk e di se
Unë jam shumë i Është shqetësuar. artificial. Ai është artificial dhe ta shpif. Doktor, unë jam shumë i shqetësuar për kryeministin sepse jo vetëm unë, po shumë njerëz të vendit janë të shqetësuar për kryeministin sepse është lodhet shumë, është shumë i shqetësuar, edhe një komshiu vet, është një komshiu i tij, atje në Surrel, është nipi i Nebi Surrelit, edhe e ka, do në ku mbaron betoni i asaj shtëpisë aty në Surrel, ky ka shtëpinë tjetër, është katunar, është një katunar nga ato. Dhe për qetësinë e Edi Ramës i ka pre kokën Gjelit, që Gjeli mos këndoj dhe mos ta shqetësoj. Mirë kjo, po ky ka një hallë i kanë hik pulat gjitha. Se duan pulat Gjel, edhe kanë zbrit pulat në Tiranë, e kërkojnë pulat Gjel, bëjnë pulat vezë lart e poshtë. A je dhe ti Ermal, i shqetësuar thuj për... ati kot mos merret me as me Gjelin as me pulat. Ai ka bunker aty. Po, A e ke pa nga larg shtëpinë e tij? e kam parë në Ai foto. ka ndërtuar bunker. Ai është rrit vetë në bunker. Dhe siç ka psikologjinë e Blockmanit, se çfarë ishte psikologjia e Blockmanit? Psikologjia e Blockmanit është psikologjia e bunkeri. Ke pati kun shko shife sarajet e tij. Sarajet e tij janë saraj bunker. O, doktor, mos bëhemi kaq cinik, sepse ndoshta në një këndvështrim pse tjetër... cinik? Jo, në një këndvështrim tjetër mund të jetë një vepër arti, që ne nuk e kuptojmë dot këtë artin kontemporan, piktoresk. Në fakt, i fundi që merr vesh nga arti është ai. Okej. Do të kuptohemi. Arti është dhunti e çdo njeriu që nga kohrat primitive tek ato vizat e thjeshta gjen kohrat e sotme. Okej. Unë nuk them që ai s'bën ca vizat e zgarravina, por çdo gjë janë, po art nuk janë ato. Mirë, në kohën... Ai ka komplekse, po, komplekse ka shumë. Shiko, doktor, është kjo koha, është shumë e çuditshme, po kjo historia me politikanët, kur ypin e zbresin nga pushteti, është e kundërta e asaj që ndodh me historitë e këtyre kur lidhesh me një vajzë ose me një djalë. Për shembull, shoku im u lidh, ishte shoqëroi me një vajzë, ajo e kishte emrin Mira, edhe shoqëroi prej një 6 muajsh, mas 6 muajsh e takoj këtë shokun e them, "Hë, si është Mira?" I them unë. Se ajo sa vajzë e mira, e them, ajo sa e bukur, sa inteligjente, sa e mirë që është. Jo, tha ajo, nuk është më e dashura ime. Sa tha këtë? I them, po ajo aq mirë ke bo, tha, i them unë, se ajo është një cop legene, një vajzë e poshtër, e kam pa me këtë, ndërkohë që ishte